Unë përmenda komisionet parlamentare për raportim, me qëllim që Këshilli Gjyqësor i Kosovës të thirret në raportim. Sepse kjo është puna e Kuvendit Republikës dhe ju e dini që pavarësisë së tyre kushtetuese, ata obligohen që të raportojnë në Kuvendin e Kosovës një herë në vit. Por sidomos kur ka çështje të tilla të cilat janë të ndjeshme. Sa i përket çështjes akuzave të përfaqësuesve nga partitë politike, unë du ta them të hapur. Nuk e kam vetën në presionin e partive politike që trasancën konstituive. Nuk po flas për individ. Deri tani dy deputet nga aleanca që kanë përmendur këtë çështje, por nuk kam pas kërkesa të partive politike që unë sa më shpejt të veproj. Dhe arsyeja sepse nuk kam vepruar e përmenda në fillim të fjalës time, pikërisht për t'ju dhënë kohën në dispozicion për të arritur deri tek një marrëveshje për shkak të afateve kushtetuese. Por spekulimeve që po planifikojnë një raund tjetër zgjedhor, unë do t'i përgjigjesha me ftesën e tyre për takime serioze edhe për diskutime se si ta të i kalojmë situatën aktuale. Është e vërtetë që partia fituese vetëvendosje i ka numrat edhe për konstituim të kuvendit edhe për qeveri, por mos i harroni akuzat që na bënin partitë politike të kaluarën pse u ngutet me konstituim, pse u ngutet me qeveri. Pra pikërisht kjo ka qenë arsyeja që kam konsideruar që nëse ngutem ata thon pse u ngute, nëse s'ngutem pse s'u ngute, nuk i bie tamam asnjëherë, por megjithatë, unë veproj që kam vepruar drejt, konsideroj që kam vepruar drejt, dhe qëllimi im ka qenë më i miri, pra që të jepet hapësira e nevojshme në dispozicion dhe që të mbrihet një marrëveshje, por duket që nuk jemi shumë afër, por uroj që të intensifikohen takimet. Ju faleminderit shumë, po e marr nëse vetëm edhe një pyetje, dhe do të kemi paraqitje tjera. Paraprakisht, po me shumë gjas nuk morëm përgjigje. Këshilli prokurorial ka bërë me dije që do të hap konkurs dhe mund të aplikojnë prokurorët e njëjtë. A ka ndonjë filtr që mund t'i ndalojë ata të aplikojnë në këtë konkurs apo mund të bëhen pjesë e sistemit sërish? Tash, sa i përket kësaj, Këshilli prokurorial unë kam dëgjuar në media këtë deklaratë të Këshillit dhe natyrisht e mirëpres sepse është obligimi i tyre që të hap konkursin për prokuror serb apo stafin tjetër mbështetës. Ju takon këshillave që të merren me filtrimin apo siç ndodh edhe me prokuror shqiptar apo të komuniteteve tjera. Pra do të vlejnë rregullat e njëjta. Uroj që në atë kohë mos jem ushtruse detyrës së presidentës, sepse nuk e di se kur përfundon edhe kur përmbyllet ky proces, uroj sa më shpejt, por nëse do të jem në pozicionin e njëjtë, e prapë uroj që jo, që zgjedhem një president me mandat 5 vjeçar, nuk mund të dekretohet askush në qoftë se ka të dhëna që personat në fjalë nuk e kanë të cenuar integritetin. Ju e dini që ka ndodhur kështu edhe në të kaluarën, por nuk po paragjykoj. Dhe nuk po them që asnjëri prej tyre të cilët kanë dhënë dorëheqje nuk mund të rikthehen më në sistem. Nëse ata nuk e kanë integritetin e cenueshëm, unë fola për shumicën prej tyre, për shumicën, por asnjëherë 100%. Pra, nëse ata nuk e kanë integritetin e cenuar, le të urdhërojnë, le të aplikojnë në konkurset e reja. Këshilli ka bazuar në legjislacionin fuqi procedurat për rekrutimin e tyre dhe pastaj presidenca e ka punën e vet. Në të kaluarën, po flas të vitet e fundit, nuk ka pas asnjë emrim apo dekretim të prokurorëve dhe gjyqtarëve pa vlerësime paraprake nga institucionet kompetente. Faleminderit.